Tashmë është bërë traditë që në qytetin e Pukës nga Bashkia Pukë dhe në kujdesin e veçantë të kryetarit të Bashkisë zotit Rrododaj dhe qendrës kulturore të Bijeve zhvillohet festivali folklorik mbarkombëtar i talenteve të reja. Këtë vit zhvillohet edicioni 11, në të cilin marrin pjesë grupet nga Kosova, Lugina e Përshevës, Maqedonia e Veriut, Malizi, Qamria, Vlora, Elbasani, Tirana, Tibra, Kamzal, Vezha, Fusharsi e të tjerë. Për 2 ditë me radhë, qyteti i Pukës dhe rrugët kryesore të tij do të jenë të zhurmë të larmishme nga talentet e reja dhe kosmografia shumë gjyshe e të gjitha trevave shqiptare. Gjatë qëndrimit në Pukë, të gjitha grupet kanë mundësi që të njihen me vlerat kulturore, artistike, me vlerat historike dhe turistike, po kështu kanë mundësi të njihen me vetit, virtytet, bujarin dhe mikpritjen e malësorit pukian. Rërat melodios të këngës, melodit instrumentale dhe vallet tradicionale dhe të krijojnë në shesh në qytetit një atmosferë të ngrohtë dhe festive. Ndaj ju ftoj të gjithëve që të bëhej pjesë e këtij evenimentit të rëndësishëm kulturor, me datën 31 maj, duke filluar nga ora 17 dhe me datë 1 qershor duke filluar nga ora 11 paradite. Ju ftojmë të gjithëve që së bashku të përjetojmë këto qaste argëtuese që na afrojnë talentet e reja të ardhur nga të gjitha trevat shqiptare. Ju mirëpresim.